Shikues të MCN, përshëndetje, mirë se erdhët në MCN Informacione dhe për sot do të flasim për aktualitetin në këtë pjesë të parë. Do të fokusohemi fillimisht tek zgjedhja e kreut të ri të SPAK, seanca dëgjimore të kandidatëve, prezantimi i platformave të tyre, roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe pritshmëritë për kreun e ri. Por do të fokusohemi edhe tek debati parlamentar për zgjedhjen e avokatit të popullit. Pra pas skenat që janë zhvilluar, po themi loja mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, përse u tërhoq Partia Demokratike nga gara, pra gjithçka rreth aktualitetit politik, por jo vetëm, do ta diskutojmë në këto 60 minutat para. Me mua në studio janë bashkuar Erald Taga, avokat, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Alban Duraj, avokat, faleminderit avokat që këtu, dhe kolegu Mariglen Kume, faleminderit Mariglen. Gjithashtu. Po e nis me avokatët, duke qenë se je i shtëpisë Mariglene dhe e vjojmë bisedën dhe pak më vonë. Si e patë zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, Klodian Braho do të jetë tashmë në krye të prokurorisë së posaçme. Ndërkohë kanë qenë 4 prokurorë në garë, Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gjokaj. Si mendoni që fitoi zoti Braho? Para ashtu siç unë e shikoj, nuk është ndonjë çudi që u zgjodh Braho, se thua të gjithë e dinin që do u zgjidhte Braho, kishte shumë presion dhe nga ambasadat, ishte emër shumë i përfolur që të gjithë indicjet çonin që të zgjidhet ky, ashtu siç indicjet që sot do zgjidhet dhe Shabani, e njëjta gjë ishte dhe me Brahon në krye të avokatit të popullit. Nuk është gjë e re, lobimi i ambasadave, ikën njëri vjen tjetri, unë jam pak skeptik për SPAK-un, pavarësisht gjithë veprimeve, gjithë procedurave. Për veprimtarinë e SPAK-ut në tërësi? Në tërësi, sepse unë si avokat, ashtu siç e kam parë dhe ndaj dhe mendimet e mia, është që veprimtaria e SPAK-ut është një veprimtari që thjesht është show, ka arrestuar disa persona, ka marrë disa të pandehur, por në fund fare ajo që është kryesorja nuk është. Pra edhe akuzat nuk janë të ndërtuara mirë. Unë besoj që pas disa procedurave, të gjithë këta që i ka marrë pandehur SPAK-u në Strasburg mund të fitojnë drejtën e tyre, sepse është nisur gabim. Jam gati dhe i bast me këdo për këtë gjë, sepse SPAK-u është thjesht show për mu, për mendimin tim, kështu që nuk është që do t'i ngrej ndonjë peshë Braho, nuk do bëjmë më shumë se çka bër Dumani apo se çka bër të tjerë. Është thjesht unë e quaj SPAK-un mash në dorë të ambasadorëve. Dhe këtu kemi humbur edhe sovranitetin. Pse duhet të jenë ambasadorët në sallë dhe nuk duhet të jenë gazetarët? Këtu kemi humbur sovranitetin. Ishte në transmetim të drejtë për drejtë në mos gaboj gjithë. Është tjetër kur janë dhe gazetarët pranishëm dhe është tjetër kur vendet e para zihen nga ambasadorët. Më thoni në cilin vend të botës ambasadori i Shqipërisë shkon kur zgjidhet një prokuror apo krye prokuror në Itali, në SBA, në Gjermani. Në asnjë vend botës. Në Shqipëri vinë ambasadorët dhe na bëjnë show. Na zgjedhin prokurorët, na zgjedhin krye prokurorët, dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Avokat Duraj, si e lexoni ju? Atëherë së pari 4 kandidatët mendoj që ishin kandidatë të njëjtit nivel, që do të thotë edhe për sa i përket anës profesionale, integritetit, por edhe korrektësisë që kanë treguar në gjithë veprimtarinë e tyre si prokuror, pra të gjithë këta prokuror, secili prej tyre ishte i mundshëm për të qenë në krye dhe të drejtoj të institucion kaq të rëndësishëm. Unë do kisha shumë dëshirë që të zgjidhej një femër, pra në krye të këtij organi të akuzës, i cili është një organ special, ndryshe nga të tjerët, edhe për vetë faktin sepse zonja Musabelliu e ka treguar edhe me presionet të vazhdueshme të cilat ka pasur, pra me çështje që ajo ka trajtuar, ka pasur presione ku edhe familja i është rrezikuar dhe ka treguar që nuk bën kompromis qoftë me krimin organizuar, por edhe me politikën. Pra, do kisha shumë dëshirë që të zgjidhej ajo, por edhe kandidatët e tjerë janë të njëjtit nivel, kështu që edhe zoti Braho do ta tregoj gjithë ata angazhim dhe profesionalizëm që ka treguar në gjithë këto vite karrierë që ai ka qenë prokuror i prokurorisë së posaçme, por edhe më parë si prokurori ish prokurorisë së krimeve të rënda. Ndërsa, përsa i përket asaj që tha kolegu, lidhur me ambasadorët, natyrisht që ne nuk, edhe për mua personalisht, nuk do ishte mirë që ambasadat të merrin pjesë në një proces të tillë, por ambasadat janë aty edhe për një simbolik në mënyrë që t'i tregoj edhe antarëve të këtij institucioni, pra të Këshillit Lart Prokurorisë, që mos
të bëj kompromis, edhe për shkak edhe të vetë përzgjedhjes, se si janë përzgjedhur këta antarë, pra i ka zgjedhur Kuvendi, dhe edhe pse ata janë pavarur, prap ka një vullnet politik, por interesi i ambasadave, ata janë aty si përfaqësues të vendeve të cilat kanë investuar shumë për këtë institucion. Dhe në këtë kuadër, në kuadrin edhe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke qenë se ne nuk kemi treguar në këto 35 apo 30 vite, le të themi, sepse ka 5 vite që funksionon si institucion, nuk është se ne kemi treguar maturi, qoftë si zyrtar, qoftë si politik, qoftë si institucione, por edhe si organi i akuzës apo gjyqësori në tërësi. E kuptoj. Nëse ne do të tregonim që kemi prokurori profesionale, pa korruptuar, edhe institucionet cilat respektojnë ligjin, vullnetin e qytetarëve, atëherë këta ambasador nuk do ishin aty. Por ata vinë aty sepse kanë interes direkt, sepse këta janë ata që kanë investuar dhe kanë financuar. Pra kemi një drejtësi jo të varur. Institucion. Kemi një drejtësi të varur nga ambasadorët. Ta nuk janë të varur nga ambasadorë, por këta thjesht kanë qenë në kuadrin e monitorimit. Jo, s'është çështje varri, kam përshtypjen. Në kuadrin e integrimit dhe të Bashkimit Evropian, ata vetë nuk kanë çështjen në Shqipëri, që ta kuptojmë. Pse ta bëni vetë? Se duhet të diskutojnë shqiptarët dhe Shqipëria për korrupsion, edhe pse ka shumë arestime, pra kohët e fundit ne shikojmë nuk është se ka si ndonjë impakt. Kjo është një rast studimor edhe nga ana sociologjike. Që do të thotë, futen njerëz zyrtarë në burg për korrupsion, për përfshirje me krimin organizuar, qoftë në politik, ministra, deputet, ish-ministra e tjera me radhë, dhe këta pra vazhdojnë edhe abuzojnë me pushtetin, abuzojnë me detyrën. Pra kjo, ose ne jemi popull që jemi anormal, nuk është se kemi frikë nga ligji dhe nga penalitetet, dhe kemi qëllim vetëm të vjedhim edhe të përfitojmë financiarisht, apo edhe qoftë edhe përfitime indirekte. Jo, pas të shtyrë akoma mitin që regjia nuk është me regji, që drejtësia nuk është me regji, pra ndaj në base edhe vazhdojë. Apo ke edhe drejtues, apo punonjës të nivelit më të ullët, nivelit mesëm. Si ka mundësi që çdo javë ne dëgjojmë lajmet, edhe dje kishte nga Bashkia e Tiranës, kishte disa inspektor mos gaboj, të cilët ishte marrë masa e arrestit. Si ka mundësi që në këtë vend, administrata shkon edhe hetohet nga ky organi akuzë apo nga prokurorit tjera, edhe zyrtar, edhe ministra, edhe ish ministra, zonja Balluku që është akoma në rrugë, dhe nuk e kuptoj se nga buron gjithë kjo fuqi dhe... E kuptoj. Në aspektin e mesazhit publik e Telina, se përket zgjedhjes... Po, përveç kësaj, dua dhe pak disa komente rreth platformave të tyre. Ishte kuptueshme pak më përpara, duke parë se thuajse në çdo takim të zotit Domani, ishte edhe zoti Brau... Ishte me kuptuar që ai do e merrte. Pikërisht, dhe ishte një lloj promovimi. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po ashtu i cili është investitori kryesor në reformën në drejtësi, qoftë në trajnime, qoftë në procesin e reformës, ka qenë po ashtu me mesazhe të nënkuptuara si një promovuese, është takuar me zotin Brau. Dhe në këtë aspekt ishte disi e kuptueshme kjo. Tashmë, sa i përket asaj që ngriti avokati për rolin e ambasadave në Shqipëri, këtë mbase do duhet të kërkojmë qytetarëve shqiptarë njërë, sepse edhe vetë ne si shqiptarë, kur ka kriza politike, kur ka kriza të ndryshme, po të ndërkombëtarët e kërkojmë gjë. Po ashtu edhe politika, po të ndërkombëtarët e kërkon zgjidhje. Dhe pa u sensibilizuar vetë qytetarë shqiptarë që të bëhen të aftë, të dinë të dallojnë të mirën në të keqen, për shembull, dhe mos të kërkojmë ndihmën e tyre, patjetër që deri në atë moment do e kenë ata rolin e tyre, por a është më mirë besoj sepse shiko, ambasadorët apo nuk është se kanë kryesisht, kemi parë në që të kenë çështje penale gjyqësore në Shqipëri. Në këtë kontekst, më ke çështjen bankers. E dal hapur që ka ndikim, ka pas ndikim nga ambasadorja, çështja bankers, ta thanë, ka dalë publike. Si s'kan ndikim ambasadorët. Por unë them, kur kemi... A ka ndikim ambasadorët, po ku i dim në gjitha qarë luan në ndhe, por përsa kohën e themi që
ambasadori ulet atje. A është presion. Ne përsa kohë themi drejtësinë na e kanë bërë tu, patër, ka ambasador, hajti bëjmë gjyqtar, hajti bëjmë prokuror dhe ja ku e kemi. E zgjidhëm. Po pse duhet ta shohim si presion në gjykimin tuaj? Po mund ta shohim fare mirë si një lloj mbështetje për krahje, përsa kohë marrin si premisë që drejtësinë na e kanë investuar të huajt dhe na e kontrollojnë të huajt, kjo është presion. Avokat, vjen keq, po edhe kur miratohet projekt buxheti, edhe kur nis sesioni parlamentar, po i kemi aty atë nuk kemi shtet, këtë nuk kemi shteti pavarur, nuk kemi shtet sovran. Ata janë aty për të edhe në shenjë, po themi për të monitoruar, për të parë procesin, për të bërë ato raportet e tyre, ishte proces transparent apo ishte konform rregullave. Janë ta ambasadorë që kanë bërë këto procese dhe janë po këto dosje që përfliten Jasmine Spak me miliona euro? Pra, si janë këta që thanë shumë mirë në çdo projekt buxhet që po shkon gjithçka vaj, ndërkohë nga ana tjetër relativizojmë se dakord se edhe Mogherini po pjesë ndërkombëtare ishte dhe doli e korruptuar, po megjithatë pra këta ndërkombëtarët që janë të korruptuar, nuk kemi pse i marrim si bazë që thotë edhe avokati Alban Duraj, për sa kohë këta ndërkombëtarët janë të korruptuar. Vin këtu në Shqipëri dhe korruptohet më shumë se sa ne. Ne shqiptarët duhet ta marrim në dorë. Kjo është akuzë. Duhet ta marrim patjetër akuzë duhet jetë krijuar një fenomen. Fenomeni ne shqiptarët do ta marrim në dorë. Politikanët e korruptuar për sa kohë nuk e marrin fenomeni. Edhe për gjyqtarët e korruptuar është krijuar fenomeni sepse ka pasur disa raste. Për sa gjyqtar korruptuar? Më thuaj vendim gjyqtar korruptuar të hequr. Sa hoqën ata që jo të korruptuar me vendim gjykate, po vendiku i ka hequr për procedurë, nuk i ka hequr për korrupsion. Se për korrupsion do marrësh vendim dënimi. Më thua një gjyqtar të larguar nga vetingu me vendim formës prerë të gjykatës pastaj si korruptuar. Sa prokuror dhe gjyqtar kanë ikur pra se ata pse ikën? Sepse dikush për shembull po dikush nuk justifikonte pasurinë, dikush ishte i paaftë, sot justifikojnë pasurinë? Ta sot justifikojnë pasurinë? Nga vetingu? Kush nga vetingu? Kush është veting? Ata persona që sot po ndajnë komplet kundër sistemit, thuj, t'i rrëzojmë gjithë institucionet. Patjetër, përçoj si reforma drejtësie është një reformë e kapur. Por kjo qëndrimi im, e kam thënë publikisht gjithmonë, është një reformë e kapur, është një reformë që ti demotivoj gjithë qytetarët. Po dalësh dhe të pyesësh në terren qytetarët a besojnë më te reforma drejtësie, ke 90-95% nuk besojnë më te reforma drejtësie. Po ti pyesësh për Spakun, si shpreh? Spaku është show. Shko pyeti sot për Spakun. Më përpara Spaku ishte për çem Spak. Po të shikojnë që Spaku në 100 çështje ka vetëm 2 çështje, 3 çështje që i nxjerr aty sa për show dhe pse them show, sepse ka dosje hetimore, kur akoma është fazë hetimore, kur më përpara i marrin vesh gjithë publiku, dhe pastaj Spaku. Pra, kjo është show i Spakut. Më falë, tani ne fakti që kemi ardhur dhe edhe Bashkimi Evropian, por në veçantisht edhe Bashkuarat e Amerikës kanë dashur që të ndërmarrin këtë reformë, ka pasur një shkak, që do të thotë... Cili shkaku? Shkaku ka qenë sepse vendimet e gjykatave nuk kanë qenë të drejta. Se vendimet e sosme gjykatave janë të drejta? Nuk po them unë që janë të drejta, ne tani po themi pse u ndërmor kjo si reformë. Ja ta them se u ndërmor si reformë, e di. Sepse reforma e paguar nga George Soros. Që pagu, ato janë ta sa pagu sa? Jo, usajtin e administrata Trump sa po epezulloj gjitha. Trumpi vjen një tjetër, ata kanë politikë. U bë një reformë. Pra reforma filloi që në kohën, më fal, u bë në 2016, u bë që në kohën e Trumpit reforma. U bë në 2016, një reformë që nisi 2014-2015, 2016 u miratuan ligjet përpara se dhe ka qenë në pushtet Trumpi në mandatin e parë. Ne kemi pasur ambasador edhe Trumpi nuk është që kontrolon, përsa kohë usajti tani. Ore nuk mere Trumpi me Shqipërinë, se Shqipëria është një... Mere George Soros si me Shqipërinë, më zotri. Reforma është e George Soros. Ore, tani ne do flasim mbi baza... Po baza jo është për këtë dokumentet. Prova. Ta kanë zirë administrata Trump. Ore, ti ke qenë avokat nga 2009. Dhe jam avokat. Edhe i avokat. Tani nga 2009, ti a shikoje probleme lidhur me qoftë me vendimarrjet, vendimet më cilësore në kohë, në afat procedurë, vendimet ka qenë më cilësore në atë kohë se sa tani. Ne nuk po bëjmë raportin në atë ka po... Si së bëj? Nëse unë jam avokat do bëj raportin ku vendimet janë më cilësore. A kemi pasur probleme? Kemi pasur. Po sot kemi shumë probleme. Ore, problemet janë në mënyrë tranzitore. Si tranzitore? 10 vite në gjykata apeli më zgjidhesh problem? Do të kalojnë. Që në gjykata administrative qytetarët humbi 80% çështjeve kundra shtetit?
Pra, a kemi ne sot... Që del gjyqtari dhe thot, gjykata kushtetuese thot Spaku po na përgjon? A kemi ne... Ku jemi këtu? Si do të përgjoj? Si do të përgjoj nga Spaku gjykata kushtetuese? Pa tjetër që Spaku ka detyrë, edhe ka detyrë ligjore që të përgjoj. Është e sankcionuar me ligj? Pa tjetër. Edhe gjyqtarët, pra e thot ligji... Pra për çështje që kishte Spaku, si? Për çështje që kishte Spaku gjykata kushtetuese i përgjoj. Për çdo çështje duhet i përgjojë, pse çfarë janë gjyqtarët? Në mënyrë që ne të kemi vendime të drejta. Prokurorët kush i përgjon? Askush. Prokurorët kush i përgjon? Askush. Sepse në ligjin jo askush. Sepse në ligjin për reformën drejtësi, gjithë tagrat i ka marrë prokuroria e posaçme, pra që i themi Spaku. Spaku është ai që mund procedoj edhe gjyqtarët. Kurse Spakun në këtë ligj për reformën drejtësi nuk e procedon askush. Që nuk e procedon? Askush. Ti ke prokurorët. Ti ke prokurorët e rretëve që mund ta hetojnë edhe mund ta procedojnë. Po nuk ta çon se organi që ngren akuzën është prokuroria, nuk ta çon këtë d-ja. Si nuk ta çon këtë d-ja? Ore ke institucione të tjera, ke prokurorë të tjera. Një pyetje për ta kuptuar. Punën e Spakut ka një institucion që e kontrollon, që e monitoron? Pa tjetër që ka. Kush? Pra, ne kemi Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, që është organi i cili duhet që ta edhe nga është institucioni që procedon, heton, pra shkeljet që mund të bëj prokuroria e posaçme, dhe është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili është organi që gjykon. Pra, nëse ILD-ja ka bërë një hetim dhe aty konstatojnë që ka paligjshmëri në veprimtarinë e një prokurori të posaçëm, është Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ai i cili merr vendimin. Në parim, po. Jo në parim, është në ligj. Po në praktik? Prandaj po them në parim se e kemi por sa funksionon? Kjo zero vendim nga ILD-ja. Edhe unë kam ndjekur pak të pjesë dhe kam ndjekur seanca dëgjimore dhe për rivlerësim të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe është skandaloze që e para herë në mënyrën se si i trajtonin antarët e KLP-s, në base me të drejtë, se prokurorët që shkonin atje, prokurorët që shkojnë atje në base mund të jenë shumë herë më të përgatitur se sa ata antarët që janë zgjedhur me Google aty, por megjithatë, mënyra se si është formuar është lë shumë vend për të dëshiruar, se thash, edhe seancat që zhvillohen atje, po thuaj se prokurorët apo gjyqtarët janë me një prepotencë ndaj, po them, KLP-s dhe KLG-s, ndërkohë që duhet ishte e kundërta në fakt. Sepse si një organ qeverisës KLP-ja dhe KLG-ja, unë kam ndjekur disa seanca atje. Ku është prezentimi dhe plotësisht jam dakord dhe dili nga teza ime që konkretisht, ke ndonjë rast si gjyqtar ose prokuror që pas ka shkuar me se unë shikoj një lloj rënje të asaj arogance, konkretisht nga prokuroria e Tiranës. Po them prokuror nga prokuroria e Tiranës, kanë kalu për rivlerësime dhe antarët e KLP-s ishin inferior para tani, këta që janë emëruar apo jo? Po këta që janë emërimet e reja. Jo të reja, jo. Po se nuk kalojnë për rivlerësim, në KLP nuk kalojnë për rivlerësim, janë vetëm është organi KPK-s. Vlerësim periodik, më si s'ka lënë. Vlerësimi periodik, po, pa tjetër. Që jemi kthyer Republik Prokurorësh, sot çdo gjyqtar ka frikë nga prokurorët. Për shembull, nuk e di si nuk e ndjek këtë perceptim, po e ndjekam unë. Ndjek shumë avokatë. Nëse një gjyqtar është i korruptuar, nëse ai po prokurori është i korruptuar prokurori, po të shohë ta bëj kallëzimin penal. Po të ndjekë rrugën ligjore. Ku ta bësh me kallëzimin penal kur ta mbyll prokurori? Gjyqtari, pra në vendimarrje, nëse një gjyqtar, pra ka me qindra gjyqtar, cilët janë një gjyqtar që ka vendos, nëse prokuroria vendos mos fillim të procedimin ndaj një prokurori, një gjyqtar që ka kthyer dhe të hetoj prokurorin. Më thuj një rast, 0 rast. Si për prokurorë? Kurse për gjyqtar, për shumë për gjyqtar prokuroria nëse do, gjyqtari tjetër është detyruar se ka frikë se e procedon prokurori. Pra në këtë rast i bie që në sistemin e drejtësisë më të fortë të pushtetit më të posaçme ka prokurorët dhe policët, edhe policët që po hetohet vetë oficerët e policisë gjyqësore. OPG. Sa vite ka që nga ai momenti që ka dalë? Po to janë sekrete hetimore, ajo mund të vazhdojë 3 vite dhe po tash nuk qen ka aq komplekse ky sekreti hetimor. Tani ne sa për mos të dalë ajo çështja, kupton sepse kanë dalë shumë dosje të tjera më të rëndësishme. Ne mund të kërkojmë që brenda një afati të arsyeshëm. Pa kritika i bën mirë çdo kujt, ha? Nuk është vaj. Ajo që unë shikoj patën nga ana formale, që do të thotë ajo arrogancë, prepotencë që ne ishim mësuar në prokurori dhe në gjykata, ka rënë. Nuk po them që nuk ekziston, se nuk është e drejtë që të them një gjë të tillë,
por arogancë më para ne nuk ishim mundësi të shkonim dhe të mbronim një çështje. Sepse gjyqtari na nxirrte dhe i bënte nëpër salla, në salla pa audio dhe pa... Po sot s'ke salla, o Alban, sot s'ke salla. Sot një pjesë e mirë e çështjeve civile po zhvillohen nëpër zyrat e gjyqtarëve. Po nëpër zyrat nuk e salla, sot gjykata administrative ka rreth 26 gjyqtarë dhe ka 4 salla. Nëse ne kërkojmë, ose je në fazën... Madje falë për të presë, një gjyqtar, se kisha më e fundit e fresës sonë gjykatë administrative, një gjyqtar i emruar së fundmi nuk ka as zyrën e vetë në gjykatë. Ka çështje dhe nuk ka as zyrë që të hapi dosjen, gjykatë administrative. Mirë, kjo nuk është problemi i prokurorisë dhe gjykatës. Është problemi i reformës tërësisht. Kjo është problemi i ekzekutivit dhe legislativit që ka detyrën që të financojë me buxhet sistemin gjyqësor, sepse nuk i intereson. Për të mos dalë nga fokusi, del kryeministri dhe shantazhon apo del kundra prokurorisë posaçme ose gjykatës. Si e shikoni? Unë nuk do bëj avokatin e Ramës se Rama e kam kundërshtar, Rama e ka 1.000 zeza, por di të them, ti si avokat kur merr një vendim që e shef haptazit palishëm, a del dhe thua që ky gjyqtari kështu dha këtë vendim kështu të parë të parë gjë? Këtë gjë po thotë edhe ai. Në këtë rast, nëse marrim rastin e gjykatës kushtetuese, po, kryeministri i vendit ka linçuar disa gjyqtar, dhe kjo që i nxirret edhe me foto, dhe kjo nuk është normale, por kur thot ai doli në verë edhe tha, pse ke dhënë ti masë përkohshme për vërtimet, pa leje. Dhe për këtë Asi prokuror me që tu Spaku është i pavarur, është kaq i fuqishëm e nuk bën show, pse nuk e mori nuk e procedoi Ramën me që i ndikojnë gjyqësor, ku i nxorri me fytyra gjyqtarët, por ndërkohë nëse kryeministri, nëse Edi Rama thot për çështjen që kanë zënë kompetencën e tjerë, këtu është tërësisht në drejtën e vetë për të shpreh. Si të shpreh publikisht një kryeministër? Ku keti një rast që dali kryeministri kundër sistemi gjyqësor dhe prokurorisë? Pra, kryeministri duhet të heshti. Ku ka? Duhet të heshti, sepse është pushteti i pavarur. Pra, nuk ka kompetencë pas kushtetutës të 131 nuk ka kompetencë ai dali publikisht aty dhe të flasë kundër një pushteti tjetër. E para, e dyta. Kushtetuta e lejon ta çojë kushtetues. Sa herë ka qenë kryetare, ish kryetare e KLG-s dhe i ka thënë në sy i ka thënë kryetarit Llagami i ka thënë zoti Xhafa në Komisionin e ligjeve në sesionin e kaluar, që i ka thënë, i tha ai që ore, na ke cilë shumë gjëra këtu, pse, ore, i tha jo, ne duam buxhet, se ju kërkonin buxhet, tani ne nuk mund të bëjmë do të investime në infrastrukturë edhe në teknologji, në qoftë se ne ju nuk na jepni para si legislativ. Pra, si mund të bëjmë, kur dezerton opozita, kur dezerton majoranca, kur ne, apo avokatët, ku di unë, gjithë media tjera i del kundra. Duke qenë se jam gazetar që ndjek edhe atë punën e kuvendit, në sa herë që kanë kaluar buxhetet, nuk kanë parë ndonjëherë që të ketë ndonjë ankesë të madhe nga KLG dhe KLP-ja, pse si kanë dhënë para. Zero. Kanë qenë pothuajse në të gjitha rastet që kur është krijuar kanë qenë të kënaqur. Çdo vit mund ta hapim këtu e kemi live. Çdo vit që kanë ashtu. Kam një pyetje përpara se të shkojmë në reklama se nuk dua ta humbas. Ju avokataga thatë që Spaku ka bërë thjesht show. Në perceptimin tuaj, jam dakord. Çfarë duhet të bëjë më shumë Spak që t'ju bind që ata prokuror me në krye prokurorin e ri, zotin Braho tashmë, të quhet që kanë bërë detyrën e tyre të vërtet? E para, duhet bëjnë të ngrejnë akuzën, të ndërtojnë të sakt, të drejt, që mos përfundojmë si rasti Veliaj që përfitojnë gjykatë kushtetuese. Apo e bëjnë qëllimisht këtë lloj formulimi? Prandaj them më shumë, është qëllimisht formula nga ajo që unë kam parë. Përfitoi për çështjen e Spak në gjykatë kushtetuese, ta ndajnë. Edhe një herë, formula, Veliaj në gjykatë kushtetuese përfitoi për vendimin e Këshillit të Ministrave dhe të Bashkisë. Edhe një herë, shikoni pak edhe standardin. Nëse ish presidenti arrestohet në atë lloj forme, a është show? Nëse kryetari i Bashkisë Tiranës arrestohet në formë tjetër, janë dy mënyra të ndryshme të arrestimit. A është show që bën Spaku? Spaku duhet të ndërtojë akuzën, mos t'i nxjerrë hetimin sekretin hetimor përpara se të ketë ndërtuar akuzën dhe t'i ketë marrë pandehur, dhe në momentin që është publike,
Pse SPAK-u nuk i bën seancat dhe gjykata e posaçme të hapura për publikun, që gazetarët mos trinë aty, ndjellen shi. E kanë detyrim ligjor? Po patjetër është detyrim ligjor. Gjyqet janë publike. Këta e mbyllin gjyqet. Gjyqtarët kanë frikë sot, të kenë kamera, po kanë frikë sepse do fillojnë teatrin aktorët. Se janë vetëm avokatët, avokati del po diçka tjetër. Gazetarët e kanë informacionin, pothuajse në kohë reale, se e sigurojnë në formë tjetër. Nga avokatët, nga palët, me mesazhe, apo regjistron avokati diçka ja çon një gazetari. Po çdo gazetar, edhe një qytetari, thjesht ka drejt të jetë seancë publike, dëgjoj kush është i korruptuar, ta dëgjoj edhe Belindën atje, ta dëgjoj edhe Diramën nëse shko, edhe Berishën nëse shko. Gjyqet janë publike, ma. Vetëm në Shqipëri ndodhen që gjyqet dhe gazetarët rinë jashtë, qytetarët rinë jashtë, dhe gjyqtari thotë, filmoni çik si po dalun këtu kur të marrë vendimin, dhe pastaj dilin jo jashtë. Pra, në bazë të kësaj që po thua, mendojnë që do të ndjek gjurmët e Dumanit, zoti Braho, dhe nuk do ta godas korrupsionin. Do ndjeki gjurmët e atij që ka financuar dhe e mban reformën drejtësisë. Kush? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasada, Bashkimi Evropian së fundi. Së fundi Bashkimi Evropian. Pra nuk është më shumë mbështetja nga SBA-s sa... Paktën me administratën Trump, administrata Trump ka hequr USAID-in dhe shumë shpejt ka hequr edhe financimin. Nuk ka më të njëjtin financim. Jo, sipas informacioneve që kam unë, nga takimet që kanë zhvilluar të fundit me zyrtarët të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kanë vlerësuar SPAK-un si investimin më kryesor të Shtetit Bashkuara, në investimin e tyre më kryesor në Shqipëri, dhe do të vazhdojnë ta mbështesin, madje mund të rritet mbështetja sipas atyre çfarë më është thënë nga burime. Megjithatë, sa i përket punës së SPAK-ut, se jo çdo gjë është zi, siç pra zi ose e bardhë, ka dhe nuanca të tjera, patjetër. A ka bërë punë, patjetër që ka bërë, se nuk duhet t'i mohojmë të gjitha. A duhet t'ishte përmirësuar në standarda, apo t'kishte bërë punë edhe më të mira, patjetër që ka vënd për kritika. Por, unë shoh, thash, e kam me vendosin e kreu të ri të SPAK-u, shoh duke parë linjën ku shkohet, shoh që mund të ketë në vitin e vijim, mund të ketë një fokus më të shtuar drejt grupeve të strukturuara kriminale, pra drejt krimit të organizuar, do të ketë një luftë më të theksuar, po themi, në aspektin e 7 vjeçare ka mandatin krye prokurori? Jo, prokurori e ka 9 vjeçare. Ndërsa krye prokurori, pra zoti Braho, e ka 3 vjeçare. E ka 3 vjeçare mandatin. Mendoni që ka, edhe këtë pyetje për ju zoti Jaka, dhe pastaj do shkojmë në reklama dhe kam tjera pyetje në pjesën tjetër. Mendoni që ka dosje të nxehta të forta në SPAK që thjesht po pritet momenti i duhur se kur duhet publikohen, ose ndoshta të kopsiten në thonjza plotësisht ato dosje, apo jo? Unë nuk e di kur ka moment dur, por gjithë Shqipëria është nxehtë. Gjithë dosjet janë nxehta. Çdo ministër, madje edhe deputet, një pjesë e mirë janë të korruptuar. Ky është perceptimi dhe duhet kishin, po të kapësh fiet, po të ketë, SPAK-u do të kërkoj më shumë prokuror, jo ndihmës ligjor. Sot kishte kërkuar ndihmës ligjor, jo, kërkoj shkollës magjistraturës sjelli prokuror, kërkoj KLG-s sjelli prokuror. Sepse nuk kanë staf. Prokurori drejton hetimet, prandaj ka nevojë ata edhe për me 10 prokuror, ti ke 140 deputet, ke edhe ministra pafund e ish ministra, sa dosje do hetosh? Ku do hetosh? Pra, këto ka nevojë që të shtohen stafet dhe patjetër Shqipëria është gjithë e nxehtë. Të gjithë, një 80-90% se ka dhe ish funksionar zyrtar që kanë qenë të ndershëm, por pjesa më e madhe ka afera korruptive. Që të parë kryeministrin, e çka kanë qenë çka është kryetar opoziti, është kryetar opozitit, gjithë i dim korruptu. Mjafton të shikosh sa është paga, çka pasuri e ke dhe është llogari e thjeshtë. E fakton. Mirë, do të shkojmë në reklama, kthehemi përsëri në minutat në vazhdim. Do ndalemi në këto momente në një tjetër, sepse pas zgjedhjes Klodian Braho si drejtuesi SPAK-ut, prokurorisë së posaçme pa diskutim, që do të ketë diskutime të tjera edhe biseda në studio, por dua të ndalem pak tek debati për zgjedhjet e avokatit të popullit. Avokat, ju keni qenë kandidat më parë në garë dhe më pas jeni skualifikuar në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Të gjithë procedurën e keni ankimuar në gjykatën kushtetuese dhe më pas keni shkuar në Komisionin e Venecias. Çfarë ndodhi? Atëherë, avokatës aktuale i mbaroi detyra në maj të 2022-shit. Komisioni hapi procedurën, kandiduan kandidatët, u bë një seancë dëgjimore, morën firmat
dhe në dhjetor 2022 ishin 2 kandidatë, të cilët u votuan kundër. Pati dhe tërheqje firmash në atë seancë plenare nga disa deputet PD-s, që skualifikuan 2-3 kandidatë, një ndër to ishte Bledar Dervishi dhe një 2 të tjerë. Unë byll, për shkak sepse votimi nuk u arrit 3/5 për kandidatët, dhe u rihap dhe njerë. Aplikova në shkurt, sepse u hap në janar 2023, në shkurt aplikova, bëra dëgjesën dhe në qershor kam depozituar 45 firma nga deputet të kuvendit, qershor 2023. Nga 2023, 2024, 2025 procedura është marrë peng si nga opozita, derisa të arrinin tek një pazar i radhës. Pse them peng, sepse në atë periudhë, kujtoni, 2022-2023 deri në 2025, PD-ja s'dinte akoma nuk ishte vulën, kush ishte dhe qeveria s'dinte nuk ishte as votat dhe nuk dinte me këta bënte marrëveshjen, ta bënte me Lulin apo Berishën pazarin e radhës. Unë duke parë sigar, hyra si kandidat duke ditur dhe duke respektuar ligjet e këtij shteti. Jo me besimin që 100% do ta fitoj, por jam në një garë, do bëj fushatën time, do takoj deputetët, dhe kam takuar mbi 50-60 deputet dhe kam arrit marrë 45 firma. Çfarë ndodhi? 28. Jam kandidati në historikun e gjithë kandidatëve që kam marrë 45 firma më bështetë, se më shumë nga të gjithë. 44 ishte njëra nga kandidatet tani. Çfarë ndodhi? Ndodhi që në 3 seanca plenare në kuvend janë kaluar 6 kandidatura për të hedhur në votim, për të votuar siç thotë në 111 i rregullores së kuvendit, dhe kryetari i opozitës kërkonte Besim Dreqoni, një kandidat. Kryetari i grupit parlamentar në ato kohë Niko Peleshi thoshte ka dhe 5 kandidatë të tjerë, hajde diskutojmë, jo vetëm këtë. Debati kaloi dhe u la në korrik u la që në legjislaturën e radhës do të votoj. Në korrik të këtij viti po thoni. Po, në korrik të viti të 2025-s, pra kur të vijë legjislatura e radhës do të votojmë këto kandidatë, gjej marrëveshjen të jetë transparente. Në tetor 2025-s, me 13 tetor, Ulsi Manja merr një vendim dhe thotë do ta rihapim procedurën. Po si ta hapësh procedurën kur unë jam akoma kandidat, për mua nuk ka akoma një vendim skualifikimi, nuk ka një vendim se çfarë do bëhet, pra ku jam, në cilën fazë qëndroj. Si rihap një garë, akoma pa mbaruar një garë, jenë kundërshtim me rregulloren. Rregulloria thotë deputetët e kuvendit, nuk thotë deputetët e legjislaturës X apo legjislaturës Y. Më fal, një pyetje. Ka një klauzulë ligjore që zoti Manja të rihap kandidimin në këtë fazë që ndodhej? Zero klauzulë ligjore, sepse deputetët e kuvendit, rregulloria e kuvendit në 111.7 deputetët e kuvendit dhe pastaj ai që merr 28 firma kalon në votim. Pra moshmohuar votimi. I kanë bërë ankesë dhe kërkesë si Manjas, si Niko Peleshit, zyrtarët protokolluar në kuvend i kanë thënë pezulloni procedurën se do marrë dhe masa ligjore. I kanë bërë me dije shkeljet e ligjit që kanë bërë, nuk vijuan procedurën, e kanë çuar në gjykatë kushtetuese, i kanë thënë te gjyqtarëve gjykatës kushtetuese duke bërë dhe kërkesë për shpejtim që ka interes publik, po vjen në diskutim institucioni i avokatit popullit. Nuk është serioze që të zgjedh një avokat dhe pastaj nëse ju do ta gjeni që është komplet procedura e palishme, komplet antikushtetuese, ta heqim dhe ta rifillojmë të herë procedurën nga e para. Është absurditet. Askush nuk, pra, në gjykatë kushtetuese është akoma jam në pritje. Ta po vjojnë, sot do ta zgjedhin, bëhet fjalë që zgjedhet Ende Shabani nga çfarë thuhet, mund ta zgjedhin, unë pres që të zgjedhet, përfundoj procedura, pra të krijohet pasoja dhe kam gati kallëzim penal për kryetarin e Komisionit Ligjit Ulsi Manja, që sot tha nuk kam unë detyrë me zë dhe me figurë në parlament të hetoj si firmat si procedurën. Tha sot zoti Manja, dhe unë tha shqyr, ma bëret gatshme, shohim se sa institucionet hetuese në Shqipëri do ta hetojnë zoti Manja që nuk pas ka detyrë të hetoj se si jepen firmat, se si hapet procedura. Pra zoti Manja pranoi që është një noter i keq i urdhrave politik. Po ç'ndodh nëse kushtetuesi e rrezon garën? Nëse rrezon garën, do filloj gara aty ku u la, do hidhet emri im votim, nuk do votohet, do ta rihapin garën nga e para. Unë kam drejtuar edhe partnerëve ndërkombëtar, ndërtosh dhe Komisioni i Venecias, që ka marrë kërkesën time në shqyrtim Komisioni i Venecias. Pra kur deputetët ndodhen shumë hall, i drejtojnë Komisionit Venecias. Shikojmë, edhe sikur Venecia të më japi vendim pozitiv, nuk është detyrues, por është këshillues, po. Por lufta ime është në gjykatë kushtetuese, sepse ka precedent për organet kushtetuese që kuvendi është vazhdues, nuk është siç thotë zoti Manja që ka një legjislaturë dhe një tjetër, se zoti Manja harron që presidentin e Republikës në atë kohë Ilir Metën
e nisën për kërkesën për shkarkim legjislatura 9 dhe e çoi në gjykatë kushtetuese legjislatura e 10. Atëherë e qunte zoti Manja. Prandaj unë jam shumë i lumtur që do ta ndjek një rrugë ligjore, do ta çoj deri në fund për ta kthyer në legjitimitet. Nuk mund të jetë një avokat populli punë pazaresh, por edhe nëse e kanë pazar të ndjekin procedurën. Nuk ka as kosto ekonomike, as kosto politike. Mbaron një procedurë, mbaron votimin, hape procedurën. E kuptoj. Pati nxitim, sepse po nxitimi është i qartë që me zotin Berisha që thotë që kam në maj kam kandidat vetëm Besim Drejgjonin, tani doli që nuk paska Besimin, por paska edhe disa kandidat tjerë dhe thotë që firmat i tërheq sepse nuk ishte vullneti im, se mi mori përpara firmat e tjerë dhe më pas del që ja ka dhënë firmat sepse ky Endre Shabani kishte mbështet Florbinajn sot. Pra, më që sharak se kaq, se një kryetar i opozitës nuk ka. Pra, kjo opozit ka një pazar të pastër, nuk e di ata e din vetë, por kështu del publik, madje edhe vetë Besim Drejgjoni thotë që nëse nuk mbështetet një kandidatur apo dy kandidatura, por bëhet një tërheqje të firmave apo të grupit parlamentar, ka një pazar. Pra vetë kandidati i Partisë Demokratike. Unë isha një kandidat i pavarur, pa profil politik, thjesht doqja te rrugën time dhe them të ta çoj rrugën ligjore deri në fund. Mariglen, pse u tërhoq Partia Demokratike nga gara? Berisha pati deklaruar se do të mbështesnin, siç e tha edhe avokat Aga, Besim Drejgjoni, ndërsa në garë me shumë firma ishte edhe avokati Adriana Kalaja. Çfarë ndodhi në këtë mes? Shiko, e para herë kjo të ngre shumë pikpyetje dhe të krijon dyshimet e arsyeshme për një lloj marrëveshje të fshehtë. Ndërmjet majorancës dhe opozitës, patjetër. Sepse një parti, pra opozita, Partia Demokratike, partia më madhe në opozit, nuk mund tjetë aq naive sa që t'i kalojnë kjo nën humb, t'i japin firmat, sepse e para herë do të theksojmë një gjë që është shumë e rëndësishme, që të gjithë ato të 6 kandidatët që janë në parlament momentalisht që pritet votohet pak orë më vonë, njëri prej tyre, janë me firmat e Partisë Demokratike, me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike. Çfarë ndodhi? Unë kam pyetur disa prej deputetëve, por mbase marrëveshjet nuk shkarkohen deri poshtë deputetët, se ka edhe deputet thjesht dhe shumë prej tyre tha që ne jemi mbledh me grupin parlamentar dhe orientimi politik na ka thënë që do mbështesim çdo kandidaturë që kërkon, do japim firmat çdo kandidature. Kupton, dhe më pas kishin atë idenë që do të bënin filtrimin e tyre për të patur një garë pra të menduar. Por ti nuk je naiv politik edhe në procedura, e di shumë mirë që ti i dhe mbështetin për e futen proces atë, e futen proces dhe kur vjen puna në parlament, opozita propozon, për nuk do imponohesh ti çdo deputeti që se si do votojnë, sepse kemi parë një herë këtë histori, kemi parë me rastin e zonjës Gjaçka në shkeljet të kushtetutës atëre, që thoshte majoranca, kishte argumente, thoshte majoranca në atë kohë, unë nuk imponoj dot deputetin se si voton, sepse vota është individuale, është personale. Në këtë kontekst, ti e kishe një ide se si do zhvilloj. Nuk mund të bie pre dhe të gjitha këto rrethana të të bëjnë që është një proces i atakueshëm, po themin në moralitet, në politik. Kam një pyetje, më falë. Okej, Partia Demokratike bie dakord me majorancën për t'i dhënë avokatin e popullit. Deri këtu jemi okej. Çfarë përfiton? Çfarë merr mbrapsht? Çfarë fiton? Kjo mbetet për të parë, se përderisa shumë deputet nuk e din dhe janë, po them, në një farë mënyrë thjesht kanë votuar ose kanë mbështetur çdo njeri sepse ashtu kanë qenë orientimi politik, se çfarë do ndodhë, din vetëm kupola, po them, 2 apo 3. Ata që kanë arritur kanë bërë marrëveshjen. Pikërisht, ata. Por duhet të theksojmë që kemi përpara ndryshimin në reformën territoriale dhe ndryshimin në kodin zgjedhor. Që do të thotë që mund të lëshoj pe majoranca kundrejt Partisë Demokratike në propozimet që do bëjnë. Patjetër, sinjalet janë dhënë me 2 deklaratat, njëri nga, po themi, nga Asambleja e Përgjithshme e Partisë Socialiste dhe tjetri nga Selia Blu, që bëhet fjalë për uljen e numrit të deputetëve. Është propozuar, është hedhur si ide. Dhe nëse ulen deputetët, e para herë forcohen pozitat e kryetarëve, dhe forcohen edhe më shumë pozicionet e 2 partive kryesore, socialistët dhe demokratikës. Njëra qëndron njëshi, që është Partia Socialiste në pushtet, dhe tjetri lufton për dyshin që se cënon askush, po them, Lapaj,
as qori, as një forcë tjetër e re politike. Avokat Duraj, sa është realisht i pavarur avokati popullit në Shqipëri? Dhe a ka mekanizma që e mbrojnë nga ndikimi i qeverisë, institucioneve të ndryshme, apo mbetet më shumë një institucion thjesht formal në kuadrin, edhe në funksionimin e vetë? Besoj që avokati popullit është një institucion shumë i rëndësishëm dhe duke qenë i rëndësishëm, ndaj edhe është një garë apo një luftë që bëhet edhe nga mazhoranca apo opozita për të pasur këtë institucion, por me zgjedhjen e zotit Totozani, mos gaboj në 2010 apo 2011, nuk jam shumë i saktë, pas mandatit të zotit Dobjani, 2012. Po, që u bë dhe një konkurs në atë periudhë lidhur me kandidaturat që do kishte Partia Socialiste, pra më saktë pozita e atërshme, zoti Berisha dhe mazhoranca e atërshme, e tha dhe publikisht që ne do t'ja lëm opozitës institucionin e avokatit popullit. Kjo ishte edhe pas zgjedhjeve të 2011-ës, ku zoti Rama humbi Bashkinë e Tiranës, 21 janar, pra kishte ndodhur një sër problemesh midis mazhorancës dhe opozitës të asaj kohe dhe kishte një lloj tensionimi dhe besoj që kjo ishte edhe diçka më e mirë besoj edhe për publikun, sepse nëse opozita ka institucionin e avokatit popullit, edhe pse është një institucion i pavarur, por do të ishte më mirë një përfaqësues i cili do zgjidhet me propozim të opozitës se sa një nga mazhoranca. Megjithatë, unë prapë nuk jam për të formulë. Unë mendoj që avokati popullit do të ishte mirë që të zgjidhej drejt për drejt nga populli, sepse në momentin që vot besohet dhe qytetarët të japin votën, avokati popullit nuk ka më asnjë lloj detyrimi ndaj askujt, qoftë nga ata të cilët e kanë propozuar për të qenë, apo ata të cilët e kanë votbesuar. Kështu që në këtë kuptim duhet që të ndërmerren hapa ligjor, kushtetues, në mënyrë që ky institucion ka i shumë i rëndësishëm të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët. Dhe ai do të mbrojë aty interesat e qytetarëve. Pra, edhe pse ne kishim zotin Totozani, që u zgjodh një projekt ligj për avokatën e popullit që do zgjidhet me 71 me vota, njësoj si procedura e presidentit. Pra, nëse ne kemi këto ndryrje dhe kolegu më thotë që është kjo do ta cënonte shumë këtë institucion kaq të rëndësishëm, i cili nuk mund të zgjidhet dot me një shumicë të thjeshtë, sepse nëse zgjidhet si presidenti, atëherë ne do kemi një avokat populli, ashtu sikurse kemi një president republike. Pra me 71 vota, dhe ne shikojmë që presidenti duket sikur është një drejtor i kryeministrit apo një vartës si ti. Pra, pa e paragjykuar vendimarrjen, që vendimarrjet cilat me dekretin e zotit Veli apo disa pengesa tjera që ka sjell, por ne shikojmë edhe mënyra se si flet presidenti i Republikës, nuk të jep idenë e një presidenti të fortë, siç e kemi pasur me rastin e zotit Mojsiu, që u zgjodh me propozimin e opozitës së asaj kohe, por ai edhe pse mori votbesimin e të gjithëve, ai ishte një president që respektonte kushtetutën. Kemi pasur edhe presidentin Mejdani që u zgjodh nga mazhoranca, por prap një figurë e cila ishte një figurë shtetari, presidentin Meta për shkak edhe të lidhjes apo interesave të partisë vet që ndryshoi pozicionim, ishte një president i cili ishte i fortë, pra ndërmerrte hapa ligjor me dekretet të cilat në gjykimin tim kanë qenë vendimarrje të drejta, në mbrojtje të demokracisë edhe të mirëqeverisjes. Por një president apo një avokat populli me 71 vota, atëherë do të ishte një drejtori e ekzekutivit. Aktualisht është një drejtori. Aktualisht është një drejtori. Aktualisht, institucioni i avokatit popullit është institucion që kanë zënë plurat aty në cep të brylit, dhe është institucion që ka shumë komisioner që bën ca raporte që flenë aty, që avokatën e popullit nuk e ke kur ndodhin
realisht ngjarje me të mitur. Prapë zgjidhen nga kuvendi. Nga kuvendi pra është thjesht edhe komisionerët prapë avokati i popullit është thjesht një pazar politik, janë disa listë pagesa. Po çfarë i duhet majorancës edhe avokati i popullit? I duhet për agjendën një, për paktën me reformën drejtësi janë rekomandimet që jep në Këshillin e Emrimeve në Drejtësi, i duhet gjithashtu për raportet ndërkombëtare, për shembull ligjin për barazinë gjynore, që është një ligj tërësisht antikushtetues, tërësisht në dëm familjes, avokati i popullit është dakord, dhe i duhet një pasardhës i tillë si Endri Shabani që është dakord. Prandaj duhet, sepse raportet e para që shkruhen dhe rekomandimet e para që jepen për të tilla agjenda i bën avokati i popullit që ja prezanton ndërkombëtarëve, dhe kur avokati i popullit thotë që gjithçka është vaj, edhe ndërkombëtarët thonë që gjithçka është vaj. Pra i duhet, si thua, një noter që vullosi që këtu përshkon gjithçka në rregull. Prandaj duhet edhe për ndërkombëtarisht për të avancuar agjendat e saktuara. Po sa i dëmton kjo shoqëri shqiptare? Shumë. Më thuaj, sa qytetar i kanë bërë kërkesë avokatit popullit dhe kanë marrë zgjidhje. Gjithmonë rekomandimet të paktën në këtë 8 vjeçarin e fundit, sepse ka kaluar mandati nga 5 vjet, një avokat e popullit kishte dhënë dorëheqjen vet, sepse në një studio televizive ka thënë që unë nuk e kam më forcën, më thënë që ka mbaruar mandati, vetë kjo Atëre përse ri në zyrë? Ja kanë bërë këtë pyetje, pse ri në zyrë? Edhe një herë, thash, moralisht do t'japi dorëheqje, moralisht, sepse vetë në një studio ligjore, në momentin që kandidoi në fazën e parë, ajo ka shprehur këtë vullnet në momentin që nuk rikandidoi. Po pra, në momentin që kandidoi tha, më ka marruar mandati dhe të gjithë vartësit e mi më thënë të ka marruar mandati dhe nuk më përgjigjen. Pra kjo vazhdon aty. Pra thjesht marrë deklaratën e kësajt, për çështje morale duhet kishte dhënë dorëheqje, por këtu askush nuk ka moral nga këta. Edhe zoti Shabani që do zgjidhet është i sigurt që në një të ardhme që nuk do të bëhen votat, ai do të vazhdojë mandatin 5 vite, 10 vite, derisa të dalin pension. Keni shpresë avokat që do t'i... Po varet me vendimarrjen, se ndoshta nuk zgjidhet zoti Shabani. Shikojmë. Dakor. Unë kam besim plot që ai do zgjidhet, është si puna e zotit Brau që dihet që do zgjidhet. Pra mendoni që në kryet avokatit popullit është mbyllur? Është mbyllur, është pazari mbyllur. Në momentin që nuk u tërhoq dhe majoranca u tregua, domethënë insistuesi kur orëzoi me shumicën e votave, me forcën e kartonave, kërkesën për ta hequr nga rendi i ditës, patjetër që dihet orientimi politik që është drejt pra i për kandidatura preferuar në atë 6 që është sot, nga majoranca është Endri Shabani midis atyre të gjithëve, pavarësisht se opozita ka thënë që nuk do marrë pjesë në proces. Majoranca i ka e vetme vota, 84 vota. Se ka 84, 83. Ka 86, se është edhe Tom Doshi, janë dhe një 2 pavarur, i shkon 90. Dhe me këto vota, majoranca më ndryshoj kushtetutën? E ndryshon dhe kushtetutën. E ndryshon. Për ta mbyllur? Për ta mbyllur, mendoj që disa institucione, të cilat janë të pavarura, duhet që të ushtrojë demokracia e drejt për drejt, apo demokracia e qytetarëve, në mënyrë që ne të kemi autoritet kur ata emërojnë atë detyrë. Sepse në momentin që ne do kemi majorancat cilët zgjedhin përfaqësuesit e këtyre institucioneve apo antarët e organeve të pavarura, atëherë ne do kemi vendimarrje politike. Koha e ka treguar, edhe pse kemi organe kolegjiale, tregojnë që ato nuk funksionojnë. Kështu që të gjitha institucionet duhet të kenë një votbesim nga qytetarët në mënyrë që ata të kenë fuqi dhe mos pyesin kë kanë përballë, pra kanë një majorancë fort apo dobët, nuk ka rëndësi, por të jenë aty për t'i dhënë llogari ligjit, por edhe qytetarëve të cilët i kanë besuar. Faleminderit avokat Duraj, faleminderit avokat Akaj që ishte Tomer Eglen, faleminderit për gjithë kohën dhe kontributin. Do të shkojmë në reklamat dhe do të kthehemi për të folur për pak ekonomi në pjesën e dytë.